2 muaj përpara zgjedhjeve të 11 majit, Prokuroria e Posaçme kërkon ndihmën e qytetarëve dhe organizatave jo qeveritare për të bashkëpunuar në luftën kundër krimeve zgjedhore. Në faqen zyrtare të SPAK është publikuar linku i emërtuar "Denonco krimin zgjedhor, ku mund bëhet kallëzimi". Të dhënat janë konfidenciale dhe nuk mund shihen nga askush tjetër përveç Prokurorisë Posaçme. Pasi klikon "Denonco krimin zgjedhor", duhen plotësuar të dhëna si emri dhe mbiemri, numri i telefonit dhe qendra e banimit. Më pas duhet të zgjidhet nëse po denoncon një grup kriminal apo organizatë përfshirë në krim zgjedhor. Në platformë përfshihet edhe kategoria e zyrtarëve më të lartë që mund të denoncohen nëse dispononi të dhëna, duke nisur nga Presidenti i Republikës, Kryetari i Parlamentit, Kryeministri dhe ministrat, gjyqtarët, deputetët deri tek drejtues të institucioneve qendrore dhe të pavarura. Në fund mund të bashkëngjisni si prova edhe dokumente dhe fotografi. Informacionet e marra nëpërmjet platformës së denoncimeve konsiderohen të natyrës informuese. Ndërkohë kallëzime penale do konsiderohen vetëm ato që depozitohen në prokurori në formë të shkruar dhe në formë të rregullt procedurale. Prokurorët detyrohen që të marrin vendime dhe të njoftojnë kallëzuesin vetëm për këto kallëzime penale. Plani i masave të SPAK për goditjen e krimit elektoral para dhe gjatë zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, i firmosur nga kreu i SPAK Altin Dumani, parashikon ngritjen e një task force që do të përbëhet nga një strukturë qendrore dhe grupet hetimore të dedikuara në terren që do të kryejnë veprime hetimore. Task force do të ketë një periudhë funksionimi që do të vijojë për 3 muaj me radhë nga muaji i shkurtë i 2025-s deri në muajin maj 2025 kur do të zhvillohen zgjedhjet parlamentare.